Një grua 48 vjeçare shqiptare në Savonat e Italisë është vënë nën hetim për tentativë vrasjeje pasi dyshohet se helmoi vjerën e saj 73 vjeçare, e cila është me aftësi të kufizuara. Gruaja dyshohet se përdori helm fëmijë, të cilin e ka përzier me ushqimin e vjerrës së saj. Sipas medias italiane, gruaja u diagnostikua me helmin pas disa shtrimeve në spital ku testet mjekësore zbuluan nivelet e larta të substancave toksike në gjark. Gjyqtari hetuesi i Sanovës vendosi masën e kujdesit paraprak ndaj gruas shqiptare. Ajo duhet të largohet nga shtëpia, nuk mund t'i afrohet viktimës dhe ju vendos një byrzylyk elektronik. Hetimi, i kryer nga grupi hetimor i policisë dhe i koordinuar nga prokuroria e Savonës, vazhdon për të përcaktuar nëse ka të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje. Gjatë kontrollit në shtëpi, u gjet një paket helm fëmijë që përmbante brodifakum, substancë që besohet të jetë shkaktare e helmimit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.